Kem nevojë për arsye se është shteti më me rëndësi në Afrikë. Njohja nga Libia do të cinte me veti edhe 80 njohje tjera. Ose dikush që qunë sot, dikush një i frustruar që qunë Gaddafi Pacolli, ose Pacolli Gaddafi. Shumë bukur, unë e përshëndes edhe lirin e shtypit, e përshëndes edhe çdo gjë që ai, edhe veprat e tij, por mos tregojmë frustracion. Pse për unë këtë shembull? Do thëtë, kretë do që ka i përmenda, liria medjave që është e shet, por edhe jo gjdo liri, për arsye se ajo kthehet në agresivitet dhe kthehet bumerang kontra vetë vetës. Prandaj, unë kisha dashur një Kosovë ku mbretëron liria medjave, por në mënyrë konstruktive, me një dinamizëm konstruktiv, gjithmonë mënyrë që të ndihmojmë këtij shteti të avancohet. E dini sot se interneti punon. E dini se komunikimi i shpejt ekziston, telekomunikimi. Si do të shkoj dhe të loboj për Kosovën, të them se ne meritojmë njohjen e juaj, nëse ai njeri sot do të ketë para vete një shkrim që një i frustruar në Kosovë ka shkruar dhe është publikuar në mediat kosovare. Unë do të isha kundër kësaj, do ta prenoja këtë, për arsye se ai njeri nuk është as njeri patriot, por është një virus i cili i shkakton dëmë këtij shteti të breshtë që ka nevojë të rrugtoj me një imazh pozitiv. Prandaj, një njeri nuk mundet të lobojë për vendin e vet. Nuk mundet as dy, as krejt ne nuk mundemi, por ne duhet kem një kulturë të gjerë, një frymë të gjerë, kudo në Kosovë që të lobojmë për Kosovën. Është jashtëzakonisht me rëndësi ta dini këtë, se uniteti e formon forcën. Nuk është Bexhet Pacolli, po hy pak, se nuk po bëj lobim për partinë time, por kom qenë konstruktiv. Unë kom respektuar institucionet e mia, presidentin tim, e kryeministrin tim, gjithmonë, për arsye se është obligimi im moral. Dhe për hir të asaj, askush nuk duhet të thotë se unë jam satelit i një ose tjetër partie. Unë kom qenë gjithmonë konstruktiv dhe çdo gjë që kom pas, kom fut në përdërim që të arrijë arritjet e madhore për shtetin e Kosovës. Do thëtë lobimi shumë i rëndësishëm. Është dëshmimi i asaj për çka kemi sakrifikuar, për çka kemi luftuar, për çka kemi bërë deri tani. Atë duhet ta dëshmoj. Dhe t'jesh konstruktiv në gjërat madhore të shtetbërjes nuk do të thotë se ti je i shitur në një parti tjetër ose je i shantazhuar për dikujt. Jo, por është vetëm kreativiteti dhe pozitiviteti ndërmjetari. Se në thash për njerëzit e frustruar, dikush ka arrit akademikisht, ka 2-3 doktorat, ka mbeti frustruar. Këto nuk është fajtora, ndoshta edhe shoqëria është fajtore që atë njeri nuk e kalon që të rrugton në anonimitetin e tij. Dhe mirë po këto janë gjëra që ndodhin çdo kohë. Dhe prej këtyre njerëzve, prej këtyre mos pajtimeve çka lindin organizatat transnacionale, lindin shitësit e drogave, lind terrorizmi, lind kesh përdorimi i mjeteve informatike dhe pos këtyre probleme, se duhet t'ju thëmë këtyre problemeve që kanë karakter global, se nuk është vetëm problem i Kosovës, po është problem i gjithë botës. Anën tjetër kemi sidën, ngrohjen globale, kemi krimin ndërkombëtar, rrjetet terroristike dhe refugjatët. Gjithë këto vinë prej pakënaqësive dikon. Dikush ka qenë i pakënaqur, një grup njerëzish ka qenë i pakënaqur. Prandaj është jashtëzakonisht e moralshme për çdo shoqërie që targetoj njerëzit. Si targeton ata? Duke i vlerësuar ata,
Ti nuk mund të shkesh sot indiferent për një që ka diplomuar nauk. Ai ka diplomuar, ka një diplom, është të dëshmuar prej një instituti, se në rastin e Kosovës, institucionin ma i shkelqyeshëm në Kosovë, dhe atë nuk mund të injorosh. Nuk mund të injorosh, për arsye se nëse ata njerëz injoron dhe i lënë shëtisin rrugëve, është rrezik potencial që ata të kontribojnë këto dukurit negative, e kontributin këto dukuri është kontribut drejt për drejti në organizatat për cili problem është global sot. Dhe shoqëria jonë donë respekt. Ta respektosh njeriu, ta dush njeriu, ta respektosh veprën e çdo kujt. Është fisnike, është morale, por është detyrim i çdo shoqërie civilizuar. Flasim pak për emigrimin. 3 minutë smur. Okej, flasim pak për emigrimin. Na ndëgjojmë se kem emigrim vendet që ballafaqohen me ne, emigrim si duhet ta quajmë, është një problem global. Nuk është problem vetëm i Kosovës, po është një problem global. Por ekziston sot, ju i shihni, Evropa e civilizuar në çfarë mënyre i menaxhon ato. Deri sa dikun, do shta një shteti ma, unë kom ndi tash kohë të fundit, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbyllë kufirin me forcë. Dhe kurse Evropa sponsorizon organizatat të ndryshme të cilët miren me kujdesin e refugjatëve prej piknisjes e deri të akomodimi tyre në vendet caktuara të Evropës. Kjo e fundit për mua është më e drejta. Njeriu ka drejt lëviz. Nëse flasim për lirit legjitime të njerit, ai ka drejt të lëviz kudo që të jetë dhe e drejta ati nuk mund të ndalet edhe të lëviz prej Afrikës edhe në Evropë. Nuk është fajtor që ai jeton në një kontinent të ri. Prandaj edhe këtu duhet ndihmë. Por diçka tjetër është obligim i atij imigranti ose emigranti prej ku niset ai, që aty ku shkon të adaptohet në ambientit ku jeton. Dhe sot, shembull, në Evropë është gërshetimi i kulturave, gërshetimi i diturisë, gërshetimi i mënyrës shprehjes, ideve, dhe këto ne i quajmë tash të quajtura integrime. Procesi integrimeve sot në Evropën e lashtë është proces që përkryhet me sukses dhe ato sjellin risi, jo vetëm për ato shtete ku janë ato, por edhe për ne. Ju e dini vetë s'kam çka t'ju flas. Shembull, nëse flisni sot një që vjen nga Anglia, ai mund prej eksperiencës të tyre të t'ju mbajë edhe ligjërata këtu. Administrimi politikave ndërkombëtare, sfidat e ndryshme të Kosovës, politikat e promovimit të shtetit dhe shumë gjëra tjera, unë do të diskutoja me juve se më duket në këtë fush, unë do të mund në ujtin shumë orë bisedoj me ju. Unë do të leja për një ditë tjetër, duke parë se dikush mund tjetër dhe nervoz, do të leja për një rast tjetër, ku do të bashkëbisedonim. Se këto probleme nuk parashtrohen, nuk paraqiten me paraqitjet tani, por me bashkëdiskutime dhe unë do t'jom i hapur me ju kur do në pas zgjedhjeve të kemi një diskutim dhe sigurisht prej asaj do të përfitojmë. Unë ju dëshiroj juve rrugë të mbarë, jeni në një rrugëtim jashtëzakonisht qelluar, bëheni armeria e Kosovës, Kosova, si që thotë Hashim Thaçi pak promovim përin, Kosova krenohet me ju, unë shpirtnisht jam sot të jetë i kënaqur, t'jam me ju, dhe t'ju thëmë se më ka kaplua ajo energjia pozitive që e gjetat e ju, u prifte mara, u rujtë të rendire.
kisha dashur që edhe miku im, ministri i punëve të jashtme të Maldiveve, të thot disa fjalë, është njeri që unë e dua shumë, e respektoj shumë, dhe unë do të dëgjoja me shumë vëmendje çka po na thaj. Faleminderit. Mr. Pakoli, faculty members and students, a very good evening. I should speak in English. I haven't learned Albanian yet. Today has been a very happy day in my life. You will see my coat left or coat of Kosovo flag. I would like to actually have a more interactive session with you than just talk, but I will say a few words in any case. One of the most happiest days in my life was 9 September this year. In the afternoon, I walked into the UN Assembly Hall. I saw up on the gallery the President, the Prime Minister, and the Foreign Minister, and the Honorary Consul General of Kosovo in the hall, on the rear side, up about second tier, I think. And in the front, in the middle, I saw Mr. Pakoli and one of the associates, Mr. Asad Pushkan, in the area below. I was happy because I knew there were countries, there was a country, who wanted that decision on Kosovo to be taken without the presence of these important people of Kosovo present. Now, where I come from, it's unthinkable that you can take a decision about anybody's future without having that person be there to hear, to listen, or even say something about that matter. That's simple fair play. But there was a lot of pressure on to ensure that none of the Pristina leadership, as they called it, were present. And they wanted to have the President, the Prime Minister, Foreign Minister, Mr. Pakoli, and others evicted from the Assembly Hall. So meeting was suspended for nearly 2.5 hours. And then, of course, I think you must have seen on TV what happened there. At one point, Mr. Pakoli also in the middle of there was scrum going on. I thought a scrum going on. People trying to get some people out, some people out, in, and he was there right with them. In the end, we reconvened 2.5 hours later. And of course, Serbia wanted to know why and who had allowed the distinguished Kosovo politicians to be there. And the answer came, well, this was the Americans, the British, the French, Italians.